që tha, mas gjithë ty në investimeve, vitin e ardhshëm ka me u bo ma mirë. Nuk po e citoj, po paka shumë kjo munden qytetarët me ndëgju këto, tha vitin e ardhshëm ka me u bo ma mirë. Që trive këtu t'i thuhet, këtu po vjen IBM-i, edhe po vjen Facebook-u, edhe po vjen ku dion e një kompani, Amazon. Jam shumë krenare dhe shumë e lumtur që vitin tjetër ka mu bo ma mirë. Është pak e dhimbshme që në vitin 2026 e ndëgjoni qeveri duke u lavdume ose duke u krenu me idenë që këtë vit s'po na rritet rryma. Don këto e ndëgjum pak më herët, edhe keni far aplauzi këtu, një far gëzimi i madh që s'po na rritet rryma në vitin 2026 edhe një falënderim ose një krenari për punën e ZRE-s. Nuk e aplauz për naj termocentral bërthamora, për naj investim të madh me një shkollë ose me një spital, po ke aplauz që s'po na rritet rryma në vitin 2026. Është rrit 3 herë, po edhe në fund e ndëgjova një fjali shumë interesant prej qeverisë, që tha, mas gjithë ty në investimeve, vitin e ardhshëm ka me u bo ma mirë. Nuk po e citoj, po paka shumë kjo munden qytetarët me ndëgju këto, tha vitin e ardhshëm ka me u bo ma mirë. Do me thonë kjo paka shumë përdure si shako prej njerëzve, por këtu unë dëgju live në parlament pri qeverisë që tha vitin e ardhshëm ka me u bo ma mirë. Mas 6 vjetë qeverisje, na premtum që vitin e ardhshëm ka me u bo ma mirë. Unë mendoj që kjo qeveri nuk du të me u kritiku për 170 e diçka milion euro investime apo 1 miliard euro blerje të rrymës. Unë mendoj që këta du të mu kritiku për miliarda euro humbje të potencialit të cilë Kosova kishte me i pas, po që se këta këshin me punu. Nuk mundesh me i kritiku për 1 miliard euro blerje të rrymës, kur në botë rryma është gjaja më e rëndësishme që po ndodh sot. Sot jetojmë botën e AI, dashtëm ose s'dashtëm, shumica prej neve përdorim inteligjencë artificiale. Shumica për neve e kemi pjesë përbërëse të punës, si deputet, si mjek, si ekonomist. Edhe ne flasim për investime në bojler, edhe flasim për investime në ngritit kapaciteteve, edhe flasim për investime që si janë bojë 60 vjetë, prap mendoj manipulimi fjallëve, sepse gjithmonë ka pas ato investime, ndoshta disa janë bojë dhe disa nuk janë bojë, por pa investime një termocentral nuk mund me egzistu. Amo në fshatrat Kosovës, e besa shpesha në qytete nuk po ka rrymë. Në vend që të flasim për naj data center të madhe, që trive këtu t'i thuhet, këtu po vjen IBM-i, edhe po vjen Facebook-u, edhe po vjen ku dion e një kompani Amazon, ne trive po i themi se vitin e ardhshëm ka me u bo mirë. Veç dy gjona. Po, nderuar deputet, jam shumë krenare dhe shumë e lumtur që vitin tjetër ka mu bo ma mirë. Po, është viti i 6 i mandatit tem, po është mas 20 viteve që su bo kur gjo, që cilat keni qeverin si ju edhe jo, edhe mas 40 viteve që sështu as 1 megawatt në termocentralet tona. Po, mas 6 vjetëve në kohë të krizave të pa precedent. Edhe po, ka mu bo ma mirë, edhe po duke që s'ka mu rri çmimi i energjisë elektrike që peshoj që po ju dhem shumë, se me nëzhe keni prit këto, sidomos duke menu që po shkojmë në zgjedhje. Thatë, 1.000 teravator ka me mri, 1.000 teravat, thatë, si inxhinier ish i dasht me ditë dalimin në mes të teravatorve edhe teravatve, një e dyta ish i dasht mës me i përzit teravat me gigavat. 7.000 gigavat orë është momentalisht konsumi, jeni të folë për 1.000 teravat orë që ka me mri konsumi.